Mirë mëngjes të dashur miq të RTS 2HD. Ju urojmë të jeni duke kaluar një të diel të qetë dhe relaksuese. Gjithashtu ju falenderojmë që edhe sot në këtë ditë të diel, në këtë ditë fundjavë, zgjodhët të na bashkoheshit dhe të na ndiqnit ne. Fundjava në fakt është momenti më i mirë për të reflektuar, për të çlodhur dhe për të nisur ditën, por edhe javën me energji sa më pozitive. Sot, ndryshe nga java, do të bëjmë një përmbledhje javore për javën që na pret nga data 3 deri me datë 9 nëntor, për zbuluar se si do të ndikojnë yjet tek secila shenjë dhe cilat ditë do të jenë më të favorshme për aspektet si dashuria, puna apo karriera. Me mua në studio, si gjithmonë, është astrologu Jorgo Pulla, i cili do të ndajë me ne këshilla dhe analizën e tij për javën që na pret. Mirëmëngjes Jorgo dhe si gjithmonë shumë kënaqësi. Përshëndetje edhe nga ana ime të gjithë teleshikuesit kudo ndodhen në Shqipëri, në diasporë që na ndjekin. Do flasim për javën që vjen nga data 3 deri më datën 9, kjo fundjavë që është një fundjavë mjaft e rëndësishme, kena përgatit për vazhdimsinë. Nuk diskutohet sepse ka të bëjë shumë me ndikimet planetare. Shenja si shenjë, nga vetë si shenjë, nuk jep asgjë, por nuk fole për planetet, sepse planetet janë ata që bëjnë këndet e rëndësishme e dim se çfarë duam të bëjmë dhe ku do të shkojmë. Kjo është diçka që neve na e jep mundësinë, sepse astrologjia nuk është një copë letër, por astrologjia është e thellë, është ashtu si janë detet më të thella të botës. Dhe po të kuptojmë se sa është ndikuar, ose sa është parë, e studiuar, është 1%. Imagjinoni se sa gjëra ka astrologjia për të mësuar. Në detaje. Shumë faleminderit Jorgo. Tani unë i ftoj të gjithë teleshikuesit të hedhim një vështrim më të detajuar parashikimit për secilën shenjë, për të parë se cila prej tyre do të ketë javën më të suksesshme. Po. Atëherë do fillojmë të bëjmë një pasqyrë të kësaj jave, çfarë ndodh me planetet dhe ku ndikojnë dhe kush janë shenjat që favorizohen ose shenjat që kanë mundësinë që të ecin përpara. Kemi datën 3. Data 3 nëntor, ku Marsi në trekëndshme me Neptunin, do të thotë frymëzim, do të thotë pasion, do të thotë ndikim, ditët dhe koha ideale për vendime dhe për udhëtime të rëndësishme që ka të bëjnë kjo ditë pikërisht në fushën e dashurisë dhe të ekonomisë. Duket se shumë të favorizuar që ka të bëjnë janë shenjat siç janë akrepët, gaforja, peshqit, të lindur më datën 17-20 mars, 19-21 korrik, 19 dhe 21 nëntor, ku ka një ndikim shumë të mirë pikërisht kjo ditë. Kemi datën 6. Data 6 nëntor do të thotë një gjashtkëndësh me Marsin dhe Plutonin në gradën e dytë, do të thotë forcë, vendosmëri, mundësi, rëndësi të veçantë në partneritetet e reja dhe kjo do të thotë që fillon një ndikim shumë i mirë ose përfirmosje kontratash ose bisedime shumë të rëndësishme, që na jepet mundësia dhe kjo janë shumë favorizuar dashë, shigjetari, binjakët. Pra një zhvillime të rëndësishme në pjesën e karrierës, në lidhjen e kontratave dhe në përgjithësi, është sepse do flasim pastaj në detaje për shenjat me radhë. Prandaj mos u mërzitni se do të kemi. Jo, pa me radhë. Kemi të bëjmë shumë në lidhje në favorizime që ka bëjnë dashi, shigjetari, binjakët, ujori, të lindurit me datën 21 dhe 23 mars, 22, 24 maj, 23, 25 nëntor dhe 21, 23 janar. Pra kanë bëjnë shumë të datës 6 nëntor. Data 7 kemi afërditur që zhvendoset në akrep. Afërdita në akrep jep një mundësi sepse ka dashurinë e thellësisë së zemrës, së shpirtit, të vërtetën dhe jo si përfaqësore. Ndikime që kanë bëjnë marrëdhëniet që fitojnë shumë në ndikime, ato që lidhen nga data 7 e tutje, domethënë se kanë ndikime prandaj themi planetet. E përmendim përpara planetet, pastaj shenja, sepse kur bëjmë një lidhje nga shenja si shenjë dhe planetet ku ndodhen të asaj shenje me shenjën tjetër, kjo është kombinimi, kjo është ndikimi. Nuk është i kombinim që themi neve dashje virgjëresha nuk shkojnë. Jo, mos ngatarroni thonë, nuk shkojnë. Shkojnë që çka me te, kanë krijuar familje dhe janë shumë të lumtur. Pra duhet heqim dorë nga. Një rëndësi të veçantë kanë shumë edhe planetet, ndikimi i planeteve. Kjo është baza. Për mua si astrologu nuk e lejoj, do të thotë sepse këto pseudo të tjera është problemi shumë i madh që ndodh rëndom në çdo vend, po kush kënaqësia që na ndjekin dhe vlerësimi që na bëjnë për punën dhe për atë çka jemi dhe çka neve ofrojmë. Pra kjo na bën më të qartë atë që neve jemi sa më të qartë, më të saktë në parashikimet që neve bëjmë. Dhe pikërisht kjo datë që kemi afërditën është planeti i paras, i dashurisë, i mundësive që neve mund të shfrytëzojmë për të mirë. Dhe kjo do të thotë që favorizohen shumë demi, akrepi. Po të kuptojmë, demi me akrepin favorizohen në dashuri, ka pasur probleme, se kanë pasur diçka që nuk është rregulluar për arsye të tretëve, por të tretët ngelen gjithmonë pas që ecin përpara, kurse në lidhje me anën e financave dhe të karrierës,
përfitojnë shumë dashi dhe peshorja, ku kanë pasur shumë probleme ekonomike, por vjen momenti që i rregullojnë, i stabilizojnë. Kemi Sa lajmi bukur o Jorgo, po nuk diskutohet. sidomos për dashin. Do kenë mundësinë. Kemi datën 9. Data 9 nëntor, kemi hënën e trekëndësh me diellin. Çfarë na ofron kjo? Kjo në ofron paqe emocionale, ngrohtësi, punë, çështje të rëndësishme, bisedime që mund të bëjmë, por bisedime të këndshme, lidhjet me probleme ose njohjet, kthej lidhje serioze. Gjithmonë ditë e diell është ditë e diellit dhe kjo bën një ndikim shumë të madh që bën edhe hëna, që është familja, është nëna, është ajo çka neve na ofron në shpirtin e thellë të brendësisë së shpirtit të komunikimit me personin që ke përballë, por jo në aparencë, por në thellësinë e shpirtit të personit, që mos kemi asnjë ndikim të jashtëm dhe kjo e bën që pikërisht kjo ditë e diell të japi këto mundësi. Dhe është momenti më pozitiv. Kush favorizohet dhe ndikimet më të mëdha që kanë bënë është gaforja, akrepët, peshqit të lindurit në datën 7 me 11 mars, 9 me 13 korrik, 10 me 14 nëntor. Kjo nuk do të thotë që këto data, ose këto data janë dhe të tjerë nuk kanë. Jo, këto janë disa me dhjediqa që unë i ndaj, dhe këto që unë i përmend, kanë pasur edhe probleme në të kaluarën, kurse se përmend dhjediqin e parë, se dëgjojmë shumë kështu, kanë të drejtë njerëzit, por kur nuk e përmend dhjediqin e parë ose dhjediqin e tretë, që them nganjëherë ndikimi më i madh që është dhjediqi i parë i kësaj shenje me dhjediqin e tretë asaj shenje, sepse kanë pasur janë problematikat ose janë më të ndikuara dhe janë që kërkojnë pak më vëmendje, kurse të tjerat nuk kanë diçka për t'u shqetësuar, që ta kuptojmë një herë mirë këtë gjë. Nuk është sepse nxorëm një letër neve dhe e tham direkt, e kupton? Nuk ka lidhje fare me ato që ne themi të realitetit. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me 2 mëshënjat zodiakale, çfarë ndikojnë për këtë javë. E fillojmë me shenjën e parë, fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimeve. Jemi sy e vesh, Jorgo, për të dëgjuar gjitha parashikimet dhe për të parë se si do na shkojë java. Ku ka më bukur se të dish se si do ta nisësh javën, kështu që të ndjekim me shumë vëmendje. Atëherë kemi shenjën e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, me qenë se shenjës së dashit kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime përsa përket kësaj jave dhe ditët që kanë pozitivitet dhe mundësi gjysma e javës që është mjaft pozitive, jep mundësi dhe ndryshime që do të kemë. Pikërisht kjo javë për shenjën e dashit kanë mjaft çështje të lëna pezull dikur dhe kanë një kënaqësi më vete, sepse ajo që vjen e papritur është dhe mbreti gjithçkaje, sepse në lidhje me punën, për shembull, presupozojmë që nuk e pret X apo Y, ishe ju së dashit, dashi i parë apo dhjediqi i tretë apo i dyti, që e vjen një lajm që po e mundësi që të bësh një punë X, dhe këtu ti çuditse thotë se ka mundësi sepse kjo është një vlerësim që më bëj. Dhe kjo ndodh dhe vazhdimësia është mjaft pozitive e kësaj jave. Vetëm një vëmendje të vogël do të bëjnë ditën e fundjavë, sepse janë shumë të angazhuar dhe do pasë pa kujdes mos të nxitohen në marrje vendimesh. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe një javë shumë e rëndësishme, sepse kur veçojmë disa kënde planetare që bëjnë, se kanë një ndikim shumë të madh. Presupozojmë për shembull kemi dhe Mërkurin që do futet në retrograd, pastaj më vonë do rikthehet përsëri. Pra janë disa etapa që mundet neve të kemi mundësinë, ose për ata që kanë lindur me planetat në retrograd, për shembull Mërkurin, është ndikimi më i mirë dhe mund bëjnë dhe kontrata akoma. Nuk ka absolutisht. Por ka një gjë që të gjitha ndikimet planetare dhe mundësitë që jepen, kur kemi planete në retrograd, asnjëherë nuk është keq, sepse njerëz jemi, sa hapa bëjmë gabojmë. Atëherë, çfarë ndodh? Ndodh që kur është planeti, ndash Saturni, ndash Mërkuri, ndash Marsi, ndash Jupiteri, ndash Saturni, të gjitha këto që kthehen në retrograd do të thotë shikoj dhe mësoj nga gabimet që mos t'i bëj kur eci përpara. Dhe kjo është përmirësimi. Pra, pra sa ndodhin, kur shikoni juve rëndom në për rrjetet sociale, ose thonë, keni kujdes tu, mos bëni këtë, sepse do shkatërrohet kjo, ose do keni dëgjuar. Po, patjetër. Kjo nuk ka lidhje fare me realitetin, jemi në realitet e nuk jemi në ajër. Kështu që duhet kuptojmë pak astrologji dhe kjo na jep mundësinë që neve të bëhemi sa më të qartë dhe më të kujdesshëm në çdo hap që neve bëjmë. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhja me shenjën së dashit kanë një ndikim shumë të mirë me peshore të dhjediqit të parë, por edhe me ujor, pse jo, kanë ndikime shumë pozitive. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, ku ka shumë mundësi të bëjnë ndryshime në punën e tyre, që do të thotë që ka të bëjnë edhe në lidhje me punën, por edhe diçka tjetër që ka në dorë, ose një burim të ardhësh të dyta, që kjo do të thotë është shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit dhe ku demi përplaset, do thënë, këto që kanë role drejtuese, dinë shumë mirë çfarë bëjnë, lënë punën e tyre dhe rregullojnë punët e botës. I themi në role drejtuese në punë dhe nuk fal në gabime. Edhe kanë një të mirë të shenjës së demit. Çfarë? Karakteri i tyre kanë karakter shumë fort.
Mirë po, kur e shikon, sepse janë në rol drejtues, dhe X apo Epsiloni, e shikon që është gabim, nuk ja përmend, por e nxit e të kuptoj për çfarë. Dhe nëse ka gabim, asnjëherë nuk janë shumë të besës, të shenjës së demit. Janë kokfort, janë nganjëherë bën dhe zot na ruaj, e kanë këtë, por për të drejtën e tyre, sepse ndihmon veten e tyre. Besoj se këto duhet të jenë raste kur shkojnë deri në ekstreme dhe nuk mund të kanë fjalën që asnjëherë nuk asnjëherë në kur në botë që të japin ose të tregojnë ose janë mistik. Dhe shenjës së demit e kanë këta dhe janë shumë të drejtë për atë çka ata japin dhe mundsojnë njerëzit, i japin mundësi edhe një mundësi të dytë ose të tretë, asnjëherë nuk heqin nga puna, me kuptimin e fjalës në rol drejtuese. Kanë një ndikim shumë të mirë. Kurse në fushën e dashurisë janë pak fajtor. Janë pak fajtor sepse kanë lënë pas dore disa çështje pune, që po bëjnë domethënë një muj e gjysmë, janë shumë të ndikuar tani atutje, por koha ka treguar që këta janë me fat dhe kanë mundësinë e artë për të vepruar dhe për të ecur përpara në fushën e biznesit. Gjithsesi, e përgjithshme në shenjën së demit kanë anën e mirë. Sidomos një ndikim shumë të mirë që kanë ditën e njëjtë mund të nisin diçka të re. Kështu që presim ndryshime edhe për demin, njëjtë si dhe Dashi që priste suksese dhe surpriza pafund, kështu që deri tani kemi lajme super të mira për 2 shenjat e para. Të shikojmë se si do të vijojmë edhe me shenjat e tjera. Kemi shenjën e binjakëve, një shenjë ajri, ku ka ndikimin, sepse çfarë bën? Gjithmonë binjakët kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme, por meqense është futur Mërkuri në shenjën e shigjetarëve para disa ditëve, dhe çfarë ndodh tani? Duke filluar, sepse dita e diel gjithmonë është një ditë që është ditë e diellit dhe jep dhe mundësi përgatitesh për javën që vjen. Mirë po, pikërisht të shenjës së binjakëve, governatori i tyre që është Mërkuri në shigjetar, është një vend për më tepër me surpriza, sepse binjakët kanë përballë shigjetarin. Dhe në këtë aspekt ka një mundësi komunikimi dhe marrje vendimesh të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e udhëtimeve që kanë një mundësi shumë të mirë dhe është momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Gjithsesi, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që ata kanë. Është një moment mjaft i mirë, është surprizues, sepse lidhen me surprizat e gjërat e kësaj natyre dhe është momenti i tyre në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresht të 10 diqit parë, me Akrep të 10 diqit të dytë, ka një mundësi shumë mirë sepse një zgjidhje konflikti të vjetër që ata kanë pasur gjatë gjithë javës do ta zgjidhin pikërisht tani. Nëse bëhet fjalë për bashkim familjar, ka të bëjnë me shigjetar të 10 diqit të dytë dhe është momenti më i mirë i mundshëm, pikërisht kjo javë është java shumë pozitive për marrje vendime të rëndësishme. Do vijojmë tek një shenjë uji tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ka vuajtur shumë, vërtet gjërat të bëhen me vështirësi dhe erdhi koha dhe momenti që ata të dalin mbi sipërfaqe dhe të shikojnë më pastër dhe më qartë në çështjet e tyre. Kjo do thotë është shenja e gaforeve. Për gaforet mund të flas gjatë gjithë ditës. Gaforet janë vetëm shenjë që keni dëgjuar në gjuhën popullore që thotë kaq vështirësi do bëjmë pas heqimin e derrit. Mirë po. Kjo pse thoret? Sepse kanë vështërsira, por kanë një të mirë. Gjithmonë me vështërsi ju bëhen, pa fund me vështërsi më të mëdha, por vjen momenti që këta nuk kanë kthim pas, dhe ato që firmosin ka jetë gjatësi në kohë. Dhe ecin përpara. Kurse shenjat e tjera për shembull mund të bëjnë diçka por rikthehen përsëri, por këta nuk rikthehen, sepse dinë bëjnë mirë diçka që e bëjnë. Lum ata që kanë gafore në familje dhe mirë ata që nuk e dinë vlerën, si dhe në rolin e punës. Është një moment tani. Ajo që dëgjojmë më shpesh Jorgo ndjes që të ndërpres është që gaforet janë shumë detajiste, kështu që besoj që ky është edhe fakti që nuk i kthehen më një gjë për herë së dyti sepse e bëjnë çdo gjë me detaje dhe mbase kjo është ajo pjesë që indikon te ngarkesa edhe që i bëjnë gjëra gjithmonë me vështirësi sepse duan t'i bëjnë sa më mirë. Apo jam gabim, më korrigjoni. Jo, ka dhe një farë notet kësaj gjëje, por unë do të them diçka tjetër, sepse governatori i Gafores është Hëna. Hëna është familja. Janë interesuar shumë për familjen. Për ata që kesh një gafore, që të merresh vesh, do një dimër të tërë. Një natë dimri. Por ama, me atë gafore, që do merresh vesh, çdo lloj shenjë që tjetë me gaforen. Sepse varet nga planetet, e kam thënë. Planetet e Gaforës mund të jetë planetet e Dashit, për shembull, ose të Gaforës mund të jetë planetet e Virgjëresha, pak rëndësi ka. Por ama, e do që është mjaft konkrete në atë çka do të bëj, e di shumë mirë ku do të shkoj dhe është shumë
e ndikuar në familje dhe prandaj e ka mburoj familjen. Dhe të tjerë nuk ju pëlqen kjo në detaje që kanë, por është shumë pozitive dhe arrin majat në fushën e punës së tyre, të familjes së tyre, dhe duan një diçka, janë shumë të thjeshtë, po t'i vësh re, por janë shumë të rëndësishëm për jetën dhe vazhdimsinë e familjes. Këto ka Gaforia, dhe Gaforia është në anën më të mirë të mushme tani, dhe lidhjet që kanë bënë sepse kanë një ndikim shumë të madh me Britësia. Çfarë ndodh? Ndodh nga ndonjëherë sepse lidhjet që kanë bënë, këta me njëri tjetrin nuk jetojnë, por pa njëri tjetrin nuk bëhen dot, duhen me patjetër. Është ajo çka është energjia e brendshme që ata kanë dhe nuk mund të ndahen. Edhe përzihen apo ngrihen për të mirën e familjes. Janë një shenjë ujë me një shenjë toke që është Britsjapi, por kanë ndikime shumë të mira në ecurinë e tyre. Prandaj kjo javë është javë shumë e mirë për sa përket shenjës së Gaforeve në lidhje me punën e tyre dhe karrierën. Në ndikimet që kanë bënë, sepse duke pasur parasysh ndikimi i hënës një trekëndësh që bën me Plutonin dhe me Neptunin u jep mundësi për zgjidhur çështjet problematike dhe është pikërisht kjo javë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri që shumë kohë ka bërë shumë kilometra për të arritur në të drejtën e tyre dhe e kanë në dorë tani. Pikërisht kjo javë është një javë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, me stabilizimin, me marrë vendime të rëndësishme. Dhe çështjet më të mëdha që ata kanë ka të bëjnë me punën aktuale. Është diçka shumë e madhe që do të ndikojë tani e tutje, ku në çdo drejtim, por luanët kanë një gjë që mund nisin dy punë në një kohë dhe ja dalin me sukses. Por unë ju them luanëve që kjo javë është javë shumë e mirë po të shikojnë në lidhje me paran, sepse punëdhënësit ose njerëzit të ndryshëm e shikojnë pa u kuptuar se kupton luani ka forcën e mendjes, jo të krahut. Nuk e përdor asnjëherë, ka mendje që përdor për të mirë. Dhe çfarë edhe e di nganjëherë kur ja kanë me hile, por nuk flet. Çfarë ndodh në këtë javë? Në këtë javë do të kenë kujdes sepse punëdhënësit duke parë se çfarë bëjnë luanët në punën e tyre, dhe vjen një moment që i thonë, a di ç'është puna, bëj edhe këtë pjesë, se nuk është një problem. E ngarkojnë më tepër, se duke parë që janë lokomotiv pune dhe bëjnë shumë, por këtë nuk e përmendin. Dhe luani i vjen zor se ka shumë sedër dhe është shumë i drejtë për së drejti. Kur ta marrin vesh që luani nuk thot pastaj e kupton gabimin që bën punëdhënësi, por i thot në fund nuk i thot gjë fare. Të falenderoj për punën dhe që je shumë korrekt, por unë do lëviz. Aty e kupton punëdhënësi pastaj që çfarë po bëj. Tu do pasur kujdes për ata lumata që kanë. Luan nëpër banka, luan në fushën e drejtimeve të ndryshme, sepse do humbasin, nuk do fitojnë. Fiton vetë luani që e kupton gjërat që ka të bëjnë. Në fushën e punës. Sepse përderisa punon me mund dhe është i përkushtuar, sigurisht që do gjej një vend tjetër dhe më të mirë. Kështu që mos pranoni mbi vendosje punësh, ose dhe nëse kërkoni shpërblimin sepse e meritoni në fundit. Lidhjet ose ndryshimet që ka të bëjnë pozitivisht është luan ujor, luan dem. Është diçka shumë pozitive, madje konkrete në ato që bëhet, ato që janë, që është mundësia më e mirë e mundshme dhe e artë për të marrë vendime të rëndësishme. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek virgjëreshat, ku virgjëreshat duket se këtë periudhë është periudhë e mirë për ta. Edhe pse kanë shumë gjëra që duan të thonë, duan të flasin, por do kenë ndryshime pune. Ndryshime dhe në fund vitit do kemi shumë ndryshime. Të gjithë dy më shenjë zodiakale. Si në lidhje me punë, si në lidhje me karrierë, si në lidhje me gjërat që bëjnë udhëtimet, dokumentacionet, aplikimet, është kjo javë shumë e mirë për këto gjëra, sepse nëse është bërë një gabim nga e kaluara, për supozojmë në aplikime dhe ata nuk po marrin dokumentin ose një lajm, çfarë është bërë me dokumentin, me pasaportën, me kartën e identitetit, një certifikat ku diun, që ata që janë në diasporë, ose me blerjen e një objekti i pasurit paluajtshme, sepse virgjëreshat e kanë. Virgjëreshat çfarë ndodh? Virgjëreshat nuk janë nevrike nga vetë struktura e tyre, por bëhen nevrike për kohën, nuk durojnë dot, i duan gjithçka. Prandaj themi gjithmonë aromat e mira janë shishe të vogla, kështu që virgjëreshat kështu e kanë. Dhe kanë dhe mundësinë dhe çështje të rëndësishme. Por gjithsesi është një periudhë tani që duhet të reagojnë në mënyrën që ata dhe të fitojnë, por jo të nxitojnë. Motoja, përsa përket kësaj jave, përsa përket shenjës së virgjëreshës të 30 diqet, është eci avash sepse nxitoj. Momenti dhe koha, periudha kur ndodhin këto fenomene, është diçka që mes asaj që është e realizueshme, që është e realizueshme nuk e diskutoj, edhe asaj që duhet të përfundojnë një çështje të lënë pezu. Kjo çështje e lënë pezu do të thotë një pasuri e paluajtshme nuk është akoma deklaruar ose ka pasur probleme në lidhje me kadastrin, në lidhje me këto gjëra.
do të nisi një biznes. Po, është mundësia shumë e mirë, gjatë javës mund bëjnë lëvizjet e duhura, të bisedojnë. Mund t'jenë ato hapat e parë drejt një rrugë pastaj të suksesshme. Është momenti më pozitiv dhe konkret në ato që bëhet, dhe është periudha më e mirë e mushme për zgjidhur problematikat ose çështjet e lëna pesu, është kohë shumë pozitive. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, për ata që janë pritë për një shtatzani, ose në konsultim me mjekun, na flit për këto gjëra, Jorgo, se kam përshtypjen që shumica e zonjave që po na ndjekin apo vajzave që po na ndjekin nga ekrani kanë një interes të veçantë, edhe sidomos, po edhe gjithë njerëzit këtë anën shpirtërore nuk e di, po ne kemi disi më me interes se sa kur flasim për gjërat e tjera, kështu që Ballkanas jemi dhe gjak nxehtë, po Shqipëria luar rolin kryesor, po thamu në Ballkan njerë, në fushën e dashurisë, në fushën e gjërave, jemi çik më përpara ne. Kështu thua? Po të vënë, më të shikojnë. Po e tha Jorgo, e kam parashikuar yjet, kështu që edhe planetet. Shqiptarët janë shumë të zgjuar dhe bile se kam thënë dhe themet madhe, do shikojmë tani në nëntor, edhe nga misë nëntore dhe në fund vitit. Dhe do kemi prapë, do bëjmë emër në botë, ku do jetë shqiptar, si në mjekësi, si në vendet e tjera, do të kemi, po në bani mend, edhe në vitin e kaluar, që kemi thënë dhe janë, kjo është kënaqësia, që neve marrim nga njerëzit të dashur, që na ndjekin në çdo aspekt, pra ne që themi këto janë ndikimet e pozicionet planetare që jepën mundësia. Edhe Shqipëria ndodhet në një vend më perfekt, nuk ka vend tjetër si ne. Ju nuk e vlavdroj, po do vjen një moment, më pyesin shumë, Shqipëria po është Zvicra e dytë, dhe do punojnë të tjerë dhe do shikoni. Por unë ju them, lumë edhe njerëzit që na ndjekin, që thotë që edhe pas shekuj, gjyshit stërgjyshit tanë që thoshin, lumë ata që kanë një tokë në tyre dhe kanë një përru afër, dhe mirë ata që kanë shitur dhe rikërkojnë dhe njerë ta blenë, por është 100 fish ajo blerja dhe nuk ka vlerën ato që ti kërkon me shpirtin tanë. Pra matet me ato që ka ne mendojmë dhe gjykojmë. Por gjithsesi, Shqipëria është në vendin e duhur, në momentin e duhur, dhe shumë gjëra të tjera do të ndryshojnë. Deri në 2030 do kemi gjëra që nuk e kemi parë këtu e 500 vite të shkuara. Po, me firmë, me vull, Jorgo Pulla. Çfarë do ndodhi? Do shikojmë këtu, do zbërthejmë gjithçka në detaje dhe çdo gjë që ndodh rreth planeteve dhe të Shqipërisë, pse është kaq pozitive dhe ndikime. Duke pasur parasysh se jemi tek Virgjëreshat, momentet i kanë shumë pozitive dhe ndikohet shumë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Vetëm një vëmendje të vogël do të bëjnë nëse do t'ju duhet që të bëjnë lëvizje nga puna. Për shembull, XY thotë që diç puna, hajde këtu se ti do marrësh 5 lekë, atje merr 4. Këtu do të pasur kujdes sepse mirë është ta shikojnë vetë ata, jo ta dëgjojnë nga të tjerë, sepse gjithmonë fjala që vjen nga jashtë nuk dihet burimi atij informacioni dhe mund humbasësh, dhe kush humbet ti që dëgjove tjetrin, se po ta kishe bërë vetë, po e bëra gabim, nuk do ta bëj më, se sa hapa gabojmë, po duhet të korrigjojmë gabimet. Pra këtu do të pasur kujdes pak Virgjëresha, por gjithsesi lidhjet në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë ndikimet që kanë bëjnë me peshk, kanë bëjnë me binjak, kanë bëjnë dhe me shigjetar. Dhe ato që thash që presin një pasardhës ose kanë pas probleme në kësaj natyre, duket se është diçka shumë e madhe që ndodh pikërisht tani, le të bëj një konsultim me mjekun sepse ka shanse shumë të mëdha në bazë të planeteve, të ndikimeve që ka bën, sepse kur kemi ndikimin e hënës, kur kemi ndikimin e diellit dhe afërditës, ke varet një individ pastaj ku ndodhin fenomenet, sepse është pasaporta, është ajo që është dedikuar për personin që kërkon hartën astrologjike. Por gjithsesi është koha më perfekte dhe më ideale në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku flitet shumë dhe problematika të ndryshme që kanë pasur, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshoret është folur shumë, peshoret nganjëherë i mbytet drejt e tyre, por vëmendje që ata bëjnë, ka pasur për shembull para 3 muajve, në 2024, ka pasur probleme peshoret shumë me ligjin, sepse peshoret pse? Peshoret besojnë shumë. Besojnë në individ që nuk duhet besosh. Dhe i quajnë si vetën e tyre. Janë peshoret, nëse do flasim për shoqëri, nëse do flasim për familje, nëse do flasim për bashkëpunime, janë aja dhe zhëja. Është kripa dhe piperi. Kjo varet pastaj se në shumë të raste mund të ketë një person X peshore, por varet nga planetet ku ndodhen, edhe mund të mos jetë ajo që ne themi, por në 90%
të shenjave, të ndikimeve planetare, është kjo që them, sepse është e provuar dhe dhe njerëzit që shkruajnë inbox e kuptojnë dhe po është e vërtet, thot, dhe kjo është e vlerësimi më i madh që neve na bën më të fortë dhe ne jemi më kërkues ndaj vetes tonë, që t'jap sa më shumë informacion pozitiv, informacion që t'jetë e vërtet, jo t'jetë në ajër, sepse nuk mund themi neve që do vinë kometat ose do bien në tokë, që nuk ka të bëjë. Ndikimet që kanë bënë janë shumë pozitive dhe momentet janë mjaft ideale dhe tepër në gjërat ekonomike, financiare dhe mundësi të ardha që do të kenë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash të 10 diqit parë, gafore të 10 diqit që është perfektja, por dhe një diçka shumë e madhe do jetë me ujor të 10 diqit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku mundësit janë të mëdha. Vallë është gati të përgjigjet kërkesave që ka vetë personi, që do thot akrepët. Akrepët janë shumë të rëndësishëm në fushën e dijes. Akrepët kanë bazën mjekësin, kanë bazën role drejtuese në fushat të mëdha. Elektronikën është aja dhe zhëja, ku do bëhen pjesë e një diçkaje shumë të madhe në botë, që do t'jetë akrep. Apo diçka që ndodh në bazë planeteve që ndodhin, është diçka shumë e madhe që do vi tani në këtë periudhë, ku e kemi deri në fund të dhjetorit, do të dëgjojmë gjëra shumë herë më të mëdha pozitive në anën e tyre dhe pozicioni planeteve që ndodh këtu në Shqipërinë dashur do kemi dhe prandaj Shqipëria bën emër, prandaj Shqipëria është ajo që është. Dhe akrepët kanë një mundësi të mirë tani, ku në lidhje me punën e tyre, edhe pse ajo punë që kanë din mirë ta bëjnë, por kanë gjejnë kohë për bërë diçka tjetër. Dhe janë shumë të kujdesshëm me ligjin akrepët. Dhe ky është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë në lidhje me çështjet që ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me bisedime shumë të rëndësishme dhe periudha që ndodhin fenomenet është pikërisht kjo javë shumë e mirë për të marrë vendime, t'i hedhin në letër dhe t'i mbajnë të fshehur. Është mirë përse përket akrepëve mos të ekspozohen. Të gjitha shenjat në fakt, sepse dashuria e shpirtit dhe ana pozitive që kanë bënë në fushën e dashurisë, në fushën e punës, është mirë që gjërat i mbajnë për veten e tyre. Po të vini re, e keni parë dhe juve me shoqet e juaja, me njerëz që thonë jam me filan, jam shumë e lumtur, jam këtë, jam atë, dhe dorë për dorë i shikoni, dhe në një moment të caktuar e shikon të mërzitur, jam undava, do thoni juve, por çfarë unda, pse është dorë për dorë apo unda? Jo, është aty ku dashuria e madhe dhe gjërat e imta flesh shejtani aty dhe ai bën kërdin, është si punë e ujkut që nuk ka kopea pa asgjë. Dhe kjo do thot kujdes. Në fakt, Jorgo, kjo është diçka që më bën gjithmonë përshtypje. Të dëgjoj shpesh që thua që nuk duhet t'i tregojmë gjërat të tjerëve, po domethënë për ta bërë pak më konkrete për publikun, pse të mos i tregojmë, pse duhet i mbajmë këto gjërat e fshehta? Gjërat e fshehta është diçka që si të themi, gjërat e shtëpisë nuk i nxjerrim në treg. Asnjëherë, sepse nuk i të intereson atyre se çfarë bën ti. Një. E dyta, është njësoj që të marrin për shembull supozojmë, po vetëm për të psonisur, vetëm në supermarket, ose vetëm te kasapi. Blen te kasapi do blesh 1 kg, 2 kg. Edhe merr të dukshme qese. Edhe kalon ecën. Ai që është në rrugë, e themi një që është një kalimtar, po. Jo. Është dikush ulet aty për një mosh. Ai e shikon atë. Ai kur nuk ka fare, ai pret 2 lek, 3 lek. Kurse ti e ket plot. Në rolin e fesë është haram, që e thënë. Por në rolin tjetër është energjia, që themin tash çfarë ndodh? Ose do ndodhi diçka, do të kriset qesja, do të bjerë në shesh, ose nuk do ta bësh, do prishet ajo gjë. E kuptoj. Prandaj kërkohet kujdes në gjërat e tua. Nuk mund t'i ekspozosh, sepse ekspozimi 90% që kam 30 vite nga zanat, dhe kur i them që kujdes nga kjo sepse këtu dhe me të vërtetë Jorgo ka ndodhur kjo kështu. Atëherë çfarë mund t'i thuash, nuk është? Atëherë, mirë është të merremi, i thoni fjalën shkurt, e saktë, e qartë, do të thotë merremi mirë është vesh brenda mureve të shtëpisë, mos bërtasim shumë që ta marr vesh aglia se po flasin ne këtu. Këtu është gjëra që është të familjes. Njeriu që jo vetëm se ka të bëjnë me gjërat e veta të ecurisë së jetës, por të merren vesh me njëri tjetrin. Respektimi i njëri tjetrit në fushën e dashurisë, të shpirtit, është hyjnore e madhe dhe ka ecuri, jetë gjatësi deri në aq sa ka shkruar krijuesi, letër me vlerë për të jetuar. Por nëse ne vetë tregojmë, nuk shkon më tepër se 7 ditë ose 1 muaj.
Ka dhe një arsye tjetër, por do ta themi një moment tjetër këtë gjë. Pse dhe se që sepse po zgjatemi. Akrepët kanë në mundësinë dhe ndryshimin e madh për sa i përket çështjeve të kohës të periudhës, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Në lidhje me udhëtimet se bashkim familjar ka me shenjën e Demit, ka dhe me shenjën e Luanit të 10 diçit të tretë. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku mjaft çështje të lëna pezull marrin rrugën e tyre në rrugtimin e drejtë dhe mundësit. Kemi shenjën e shigjetarëve. Shigjetarët, ndikimi i Mërkurit në shenjën e shigjetarëve, në një shenjë zjarri, ku jep mundësi komunikimi, jep mundësi vazhdimësie dhe pjekuria dhe rëndësia që ka të bëjnë në një çështje pune për juve dhe kësaj shenje, keni disa mundësi të arta. Duke pasur parasysh karrierën, duke pasur parasysh edhe disa çështje ekonomiko-financiare, një biznes i ri që mund të nisin për sa i përket shigjetarëve, kanë kohë që mendohen, por unë ju them pikërisht në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër e artë, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, lidhet me ndryshimin e madh që do të keni tani atutje, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në lidhje me biznesin. Disa parat pa marra i merrni, sepse është edhe koha tani ku do të zgjidhni problematikat nga më të ndryshme që ju keni pasur dhe është momenti i artë në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore. Këtu janë pak fajtor shigjetarë, sepse rendin mas shumë gjërave dhe lënë më kryesore atë të jetës, atë të frymarrjes, që është dashuria dhe është ajo që ka të bëjnë me jetën, ka të bëjnë me familjen. Këtu duhet të gjejnë kohën e duhur ose të shikojnë, të rregullojnë kohën që të kenë dhe kohë për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, të palidhurit. Sepse në shumë të raste, po të them re, shigjetarët janë të dashuruar, por harrojnë se dashuria nuk është një moment. Dashuria është gjithmonë sekondare dhe është një ajër që nuk e padukshmja. Kush është ai që zgjuarësia e një shigjetari është të shikojë, të komunikojë me të padukshmen, se të dukshmen e di. Se çfarë? Ajo e padukshmja është shpirti, është ajo që të komunikon nëpërmjet energjisë së vet, të çështjeve që ka dhe ku do të arrijë. Sepse po të vini re shumë shigjetarë, po të dëgjoni, janë të lëvizin, kanë shqef udhëtimet. Çfarë udhëtimesh pas kanë qef? S'ka mundësi të lëvizin nga këtu deri atje, me lidhje me punët, lidhje me ndryshimet. Dhe tani këtë periudhë e kanë shumë të vështirë në atë çka bëjnë, por gjithsesi në fushën e ekonomisë, se lidhet shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me disa çështje që kanë lënë pas dore tani, një punë e re është në prag, po s'po zgjidhin dot, një çështje ekonomike lidhe me banka, transaksionet, e kanë mundësinë për sa përket kësaj jave të shikojnë çfarë do të bëjnë dhe të arrinë atë ku ata duan, sepse është një kërkesë e vetvetes së tyre, është një moment i tyre kur mund të arrinë dhe të bëjnë gjërat ashtu siç ata duan. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani dhe koha tregon që është me fat dhe kanë mundësinë e artë për zgjidhur. Të 30 ditësh të shenjës së shigjetarit ku është mundësia dhe çështje të rëndësishme që i japin punës së tyre dhe në lidhje me dashurinë. Në lidhje me dashurinë ka të bëjnë shumë me çështje që kanë bëjnë me virgjëresht të 10 diçit të parë, me dashë të 10 diçit të tretë që është perfektja, por ka dhe me peshk të 10 diçit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë për zgjidhje të problematikave të ndryshme dhe kohës që ata kanë. Prandaj duhet pasur kujdes, vëmendje në gjërat e tyre dhe është koha më e mirë e mundshmja ku çështjet ekonomike financiare, mundësitë që jepen dhe periudha është mjaft pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku shumë gjëra do gjenë zgjidhje nëpërmjet punës së tyre, nëpërmjet ligjit që do të thotë britsjapi. Britsjapi ka ndikim dhe pranon lodhjen e tij skajshme, sepse e di çfarë ka bërë, por nuk e ka marrë atë që kërkon. Çfarë ndodh tani? Dhe thot, 1, 2, 3 gjëra, ose i zgjidh tani këtu, ose të them miropafshim. Miropafshim me lezet, se po të vini re, çfarë ka ndikim britsjapi? Britsjapi po ta shikoni kur të jep dorën ose kur të shikon ose kur është i ftohtë, nuk të jep shumë rëndësi, por zemra të djeg, përvëlon. Çdo të thotë kjo, ndikimet që bëjnë janë shumë të kujdesshëm. Ata të bëjnë nder dhe nuk ta përmendin asnjëherë. Këtë e ka britsjapi. Britsjapi gjithashtu, kur vjen që punojnë, po të vini re, nuk të thotë asnjëherë jo, po thotë ndoshta. Kjo do të thotë që të lejon që ti edhe të mendohesh mirë që po i thua britsjapit hajde të punosh për mua, ose ky është një profil pune që ti mund ta bësh, por pret atë që ai e do. Sepse britsjapet janë ekonomistë shkëlqyer. Britsjapet në gjithë botën, po shikoni britsjap edhe gjithmonë kur që vete, që bisedojmë, kur vete për punë të mia që thonë, po jeni ekonomist. Po ekonomist kanë mbaruar. E atëherë po ç'dreqin do këtu?
sepse kjo lidhet edhe me ekonominë atje ku është, për shembull në rolet që kanë bëjnë ose nëpër bankat ose nëpër ekonomistë, kërkojnë se janë me shifra, matematikë, dhe janë shumë të rëndësishëm në fushën në jetën sociale, në gjërat e tjera dhe kanë kohën e dur. Pikërisht është kjo javë, që është javë shumë e rëndësishme dhe mundësi që ata kanë. Prandaj duhet që çdo gjë ta bëjnë me metro, sepse arrin aty ku ata dëshirojnë. Nuk janë shumë mirë në shit blerje, por din shumë mirë se çfarë duan dhe ku do të arrin. Gjithsesi, në fushën e ligjit, ka një mundësi tani që mund ta zgjidhin këtë javë, është java shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku do të gjejnë zgjidhje me çështje problematike ose momente që ata kanë, kohën që ata kanë, dhe është periudha mjaft pozitive dhe e mbarë në atë çka bëjnë dhe çka duan të arrijnë. Në fushën e dashurisë, do të kenë kujdes, ndau bashkohen në fakt, e kanë me gafore. Pse? Sepse këta me njëri tjetrin nuk bëjnë, pa njëri tjetrin nuk jetojnë. Kjo është ligji i jetës. Dhe zakonisht bëjnë dhe djalë dhe vajzë. E kanë këtë, domethënë, ndikim. Por në fillim e kanë vajzë, pastaj bëjnë djalë, bëjnë djem. Por varet në kohë kur ndodhet hëna. Nëse hëna kur ndodhet në britsjap, është aja dhe zhëja. Ndodhet në virgjëresh, në shenja toke gjithmonë, apo në shenjën e demit. Ka një ndikim shumë të mirë, ose periudat, ku ndodhin për shembull që sa mirë shkoi kjo dasëm ose jeta që vazhdon. Ka diçka në mes, ka një sekret. Ç'është sekreti? Është dita, ora, pse themi gjithmonë nuk ka ardhur ora akoma. Në një çift për shembull, ose të bëjnë shkëmbim unazash. Ka të bëjnë kaq shumë ditët edhe stërgjyshit tanë akoma kishin me hënë. E kishin edhe ku ndodhen yje thoshte ai. Yjësia. Dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë ose kur agjiron, që shikojnë nga perëndimi që thonë yllin, ylli polar, apo shumë gjëra të tjera, do flasim arsye shumë, si zbërthen astrologjia këto gjëra. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që në kohën e duhur, momentin e duhur, në bazë të datës së lindjes, edhe gjërave të tjera që ndikojnë kaq shumë dhe ecën shumë përpara. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Në lidhje me dashurinë duket se me gafore, me peshore dhe me dash është diçka shumë e mbarë. Do vijojmë tek një shenjë. Kemi dhe shumë shenja, Jorgo, se jemi drejt fundit, kështu që duhet nxitojmë pak. Ose ke barak se të gjitha do ta gjejmë kohën, kështu që do ta gjejmë kohën, nuk e diskutojmë. Përfundojmë dhe këto me lajme të mira dhe shenja që na kanë mbetur, se na duhet ta. Do shkojmë tek shenja e radhës që është ujori, po gjithmonë në fund thonim mbaroj, dhe bëjmë tamam siç bëhet. Po, patjetër. Dhe bëjmë atë nderën konak e bëjmë. Kemi ujorët, përsa përket ujorët janë në shenjë ajri në realitet, po kanë dhe shumë mundësi për zgjidhur problematikën, për të arritur aty ku duan, dhe është një moment shumë pozitiv tani. Nëse duan ujorët që një çështje e lënë pezull në lidhje me disa dokumenta pasuri paluajtshme, e marrin, sepse kjo javë është javë shumë e mirë për të zgjidhur këto probleme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me biznesin, nëse lidhje me biznesin të rëndësishme, ku ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, ka të bëjnë me korreksinë e tyre, është një moment mjaft i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10 parë, me gaforet të 10 që është perfektja, edhe pse një problem i vogël ka ndodhur para disa kohëve, do ta zgjidhin, por një udhtim ose bashkë familjar do jetë me luan të 10 të dytë. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji që do të thotë peshqit. Për peshqit janë solidarë në çdo aspekt. Ka një mundësi tani, një mundësi shumë të mirë për sa i përket punës së tyre. Për karrierën, se lidhje me karrierën ata ndryshojnë shumë. U japin mundësi dhe tani. Peshqit kanë 3 muajt e fundit, më në mos them gjithë vitin, që kanë vuajtur shumë. Peshqit japin shumë s'marrin asgjë, në shumë raste. Por këta domethënë jo vetëm se kanë konstatuar dhe shikojnë dhe vetë që çdo gjë si ka mundësi, në kohën e duhur gjithçka ndodh. Dhe pikërisht ky moment që është tani, e kanë filluar javën e kaluar dhe vazhdimësia e tyre do jetë e mbarë, sepse presin shumë gjëra në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshimet, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur çështjet problematike. Në fushën e dashurisë, edhe pse me virgjëresh dhe me shigjetar ka një mundësi të artë dhe mund ta rregullojnë dhe stabilizojnë, por një vëmendje do të bëjnë me gafore të 10 të dytë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave. Shumë faleminderit, Jorgo, për analizën dhe gjithë energjinë pozitive që sjell çdo ditë në studio. Unë ju falenderoj gjithëve ju që na ndoqët dhe u bët pjesë e bisedës sonë dhe këtë të diel. Mos harroni, do të jemi sërish nesër në orën 9:30 këtu në RTS 2HD për të vijuar me parashikime të aspektit personal. Dhe nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju uroj një të diel të qetë dhe të këndshme. Miropafshim. Gjithashtu edhe nga ana ime, gjithashtu edhe nga ana Jorgos. Ku ndodheni në diasporë, kujdes, mos u nxitoni. Merreni me avash që të dilni me sukseset që ku dëshironi.